fatkeqësisht mërgjimtarët e kanë dëshmu se ajo koha kur punëtorët që kanë shku përmes birovit Jugosllavisë dikur shumë kanë punu dhe kanë dhonë çdo gjë për familje dhe kanë qenë të mërshëm me punëtor, ajo kohë ka prëndu është kry. Mërgjimtarët tani për tani janë ignoranta, janë shtresa më e keqe e shoqënisë shqiptare. E dëshmon kjo që prej këtuhit i ka 5-6.000 franka e ka rrogën në Zvicër, për vetëm pse është edhe shteta si Kosovës, shkon atje i merr edhe shtesa të fëmijëve në Kosovë. Se hajde për pensionin nëse ka kontribut në Kosovë me 1.000 dreshen, se pensionin e marrë dhunën në Kosovë. S'po ju shit na fare vlajo në këtu juve. Edhe unë e marrë qatë 150 euro tash që e ka bo Elvin Kurti, edhe unë e marrë çdo muaj ato. Po ai ka shku fëmijë në Zvicër ose në Gjermani ose në Norvegji ku e mund, dhe më njëherë shkoj të regjistorin e merr pensionin atje. I merr shtesat e fëmijëve edhe në Kosovë, dhe vjen me votu në Kosovë, s'paku prej 2019 se kënena, e morën qafat vend të votu bondat rrugaqëve të vetëvendosjes, ja dhonë pushtetin njerëzve, pa akoma të merë. Qush mundet mërgjimtari me më thonë mu që është dikushi, në qoftë se ka pare, në qoftë se ka lek, me më thonë mu që është dikushi, kur aj e len pe votu në se cilën parti, s'po folë unë si aktivistë dhe veprimtari në dhe kesë qëmë, por në se cilën parti, po thonë, e len pe votu një akademik, ndërso e vota Agimbatirit dhe e vota Ardiana Matoshit. E vota dreshit e të birit aty që haber në kryt vetë nuk kanë. Ka qëtë më shku atje edhe më fry me thonë unë jam deputet. Na jemi qaj popull, si unë qitu, kom pa në vitet 1990, kur e ka marrë patent shoferin shqiptari për me, do më thonë, ato klasën A, B, C dhe D, do më thonë edhe për autobus, ka shkonte me autobus e therë kenonën e vetë, deloj non dritare me më pasit knaqet zemra se tu ka bo djali shofer autobusi. Thuti se o bo far akademiku aj. Thuti se o bo far shkenstari aj, edhe ku me ditë qka, të tillë jemi na. Andaj mërgjimtar duhet me u turpnu. Ata nuk kanë të drejt me i ra Kosovës në qafë. Dojnë me votu për atje, le shkojnë le tjetojnë atje. Dojnë me morë shtesat fëmijëve në Kosovë, le talojnë Zvicrën, le talojnë Gjermaninë, le talojnë Suedinë, le talojnë Austrinë, le talojnë Francën, le talojnë Norvegjinë, le shkojnë le tjetojnë atje. Një herë për gjithmonë, turpi qoftë, ati mërgjimtari që anë kohët në Kosovë. Te për mirë na presin ata, që ka meritojmë na. Na që ka meritojmë. Unë prapë e thëmë, na meritojmë, me na më shelderë mësë më nalon kush mërana. Se jemi të regu shumë të poshtër. Ta mon jemi të regu si ushtria e Stalinit. Ja të Slobodil, ja të Jebal, ju ka thonë e shkinave në Beograd. Qështu po ju thojmë na atje. Dhe kjo është të mërshme. S'ka lagjën në Lubosh, në Kosovë, edhe në përfshatra, që nuk e ka një rast, që mërgjimtari e ka një dashnore, aty e ka grunë me 4-5 mijë në shtetë prëndimit dikon që tërkon. Dhe tash po dufka ata venda si qytetar prezident Kosovës që jetojnë me 150 euro, disa dhe me 120 euro në ndihmë socialit, e s'kanë buk me hongër, po dufka me na prit neve në gjënë me ra mirë se, po ju nuk kem gjallë.